Pe vitit 1971 që është rryshuar rryma në fshatin tonë, shtyllat elektrike nuk janë rrugë kur. Numër vetë nuk i kanë rrugë shtyllat. Rrugë na kanë bërë sikur më kon luftë Ukrainës më na kanë bërë rrugë. Mos më pas njëri mundsi më punu vend tonë, biznes tonë, ka herë po detyrona më lëshu krejt këtë vend. Kja qeveri na shkatroj me gjithçka prej që orë kja kon një të mirë nuk e ka sill këtë vend. Ka qarkullim aq shumë, unë s'besoj në Kosovë që ka qarkullim atë madh se sa rruga po do jetë Prishtinë. Qëtu mund që të vend ku jemi që tashtë na i kemi 30.000 na i kanë lënë invalid në fshatin tonë, kerët të kput rrugën këtu që s'ka pas kur farsheje. Vallaj vetë vërtet është keq më thonë veç armikut nuk na i ka bërë sto se në shkajnë të bukta. Që plaku për shembull, një pjesë gjener, qysh kësen mi hekra më dolën aton ose në kiton. Si të vjen ta pucot rrash po të bëj besi ka me zgjuar. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Gjendemi këtu në fshatin Branidol të komunës së Prishtinës, fshat ky në të cilin banorët po përballen që disa muaj me mungesë të energjisë elektrike, si dhe me rrugë të pa asfaltuara dhe me kanalizim. Për më shumë detaje ne do të shkojmë që të bisedojmë edhe me banorët e këtij fshati. Fillimisht nëse mundesh për me na u prezantu edhe me na tregu çfarë problemesh po i keni këtu në fshatin Branidol. Unë që unë Begjet Resisa përvesu si fshatin Branidol. Problemi numër 1 që na ka shfaqen muajin e funit është rryma. Por arsye, nuk kemi arsye veç na nalin 9 mëngjesit deri në ora 6 mbrëmje. I kemi biznise shqiptore këtu veç rrymat, i kemi furrat që janë në telashe të mëdha edhe nuk po dinë as vetë për çka po nalet. Kush na e përgjigje. Veç nalet 9 ora deri në ora 6 mbrëmje. Kështu që bizniset kanë probleme. E kemi një kafe poshtë e man kujshia e Vedat Kelani e man poshtë kafën, njëtin hallë ka. Mëngjes kur të vjen klasa punëtore ka shdizit për Prishtinë nalen më pi kafe, s'ka rrim, duhet më shkuë. Vedati është në humbje, jo komuna, as qeveria, po Vedati duhet me mbyll biznisin shkaku i rrymës. Tirëm vesëm, jo kena riparime, jena të punue, jo kena, po nuk vedim as na lajmërojnë çka janë të punue, as çka janë të bo. Na si fshat nuk kena rrymë. Pe vitit 1971 që është rryshuar rryma në fshatin tonë, shtyllat elektrike nuk janë rrugë kur. Numër vetë nuk i kanë rrugë shtyllat. I kemi lagjen e epër me nalta nena, tutto kompleto e kemi, banderat janë nonën të nejtë në krah, por arsye se telat janë të imojt shtyllat elektrike. Se janë prish, janë drunit. Kemi bo kërkes nuk vinë në rrugë. Kemi bo kërkes për rrymë, së interesant. Çka është problemi nuk po mund në Amerikë. Cila ka qenë përgjigjja e komunës? Përgjigjja e komunës do të intervenojna. Sa i përket rrymës nuk është në sektorin tonë, mirë po kemi mundësi më intervenua dhe këshirën çka mujna më bo. Kur gjëso bo deri tash. A ka ndollë në teren për me ju shiku, në çfarë gjendje jeni edhe so po ja u vështirëson jetën mungesa e energjisë elektrike? Në teren nuk e ndollë asnjë, as si ka interesu më dole me këshirë çfarë vështirësi ka fshati jonë edhe bizniset tona këtu në rreth tonë. Absolutikisht. Të gjitha bizniset që janë si të nisëm qitu pej këtina supermarketit këtu, dhe këte në fund gatin të në shdol, komplet paralizum janë pa rrym, na dijet që i kemi frizat i kanë këta bizniset i kanë do akullore, do soka do. Sokat mund mos më prish pa akulloret, ato duhet me gjujnë bërlëk. Ajo është minus i traktarit. Ai kafe në mshela atje, nuk i kërkush në kafe pëse, s'ka rrym, nuk ka rrym. Te pjesa e fëmijëve, son dikon kjo edhe në proces mësimor, duke e ditë që ata do të përmemsu. Edhe njëti problem është, njëti hallë është, njëti probleme kemi edhe në shkollë, që ashtu njëti probleme kemi. Apsin vlerëtikisht nuk interesan as, nuk po mujmë me unë thash edhe pare që nuk po mujmë me kuptu ku është problemi në fshatin tonë. Që pej kohës Ismet Beqiri që ka pas intervenu, ka pas ushtru rrugët, ka pas rregulluar, dhe vetëm një shkollë kemi që e kanë rregulluar si dohet, se tjetër sen tu na rregullu s'ka kurrë, hiç pas kurrë. Në një bisedë të lirë ju më tregut që përparim Roma ka qenë me ju vizitu në kohën e fushatave, apo jo? Çfarë premtimesh ja u ka dhënë edhe çka ju ka thonë? Përparim Roma ka kohë të fushatës zgjedhjeve të kaluara edhe këtyre tashmeve që i patëm, ka qenë vetë personalisht edhe na kanë vizituar. O dalë vetë përparimi i ka hi katunit, tek të në kryet katunit, e është njëna për të poshtë, e shkuh njëna për vërrezave, o dalë lagjen e pashme, o dalë lagjet vërbazve, edhe na ka thonë që
nëse unë e voton edhe vi kryetar, prioritetin numër 1 do tjetë Vranidolli se vërtet ko ka met mazdore dhe ko ka bosh kretin. Kur nuk ka ardha, s'ka ndërru nuk kush kur gjë heq. Arsyën s'pedim se. Tash mandatin e dytë njëti problem kur erdhi i kallëzum që e komër burë nuk e premtuar çka është problemi jot. Nuk kemi mujt se kemi pas probleme bllokat pe qeverisë, jo buxhetin na ka bllokuar, s'na kanë votuar. Okej, arsyetum, hajde pra me buxhetin e dytë tash. Tash në prioritetin e dytë domon që e ka marr, tash mandatin e dytë që e ka, prap s'ka lëvizje. Na kanë hik pe listës krejt, se ekziston hiç. Cila ka qenë arsyeja që ju kanë... Nuk ka dhënë kur farë përgjigje hiç. Kom kërku bilet paktën tregona pse në Vranidall nuk po investohet. Pse? Rrugë na kanë bërë sikur më kon luftë Ukrainës, më na kanë bërë rrugë. Lazën e epër më dal nalt pi hin njerëzve ujë në barabar. Që ku kemë atë kushin ato ujë çitash ti si pak shumë shimorati shkon ujë na bërë s'mund del na bërë vetën. Kthehet ujë pe që vjen janar dhe kanë kthyer ka kena më intervenu me herë, edhe absolutisht janar hiç. Çfarë të kemi njëtin problem e kemi lazën e bashkë me njëtin hall në rrugë. Kanalizimi është shafat ka shkupjet poshtë. Rruga Ahmet, si pru Ahmet. Autobusi që asajti, vjen kamionet, kerët, popullata, kush të intervenu. Unë jam Vedat Kelani, e kam një biznes me kafe me autolarje, po kena problem çdo të ditë me rrymë. Do më onë shkoj me në gjez, vinë krejt ato për mboj familje, vinë për më pi kafe, 9 ora nalet deri në 6, edhe do më onë gjdo sen veç nalet. Stagnohet, s'ki mundësi, as më punu, as i do të me mbyllë. Do të me që ato e moj familje, me që ato krejt, edhe do më onë kur që farë informate, as e gjdo të nditë kja as ko lufte, as kja shumë të lashe e madhe. Mësë më pas njeri, mundësi, më punu vend tonin, biznes tonin, ka herë po detyrona me lëshu krejt këtë vend. Sa po ju dëmton edhe që sa kohë keni probleme, apo veç në këtë muajin e fundit, apo edhe në muajt e tjerë? Edhe muajt e tjerë kena pas, po sikur këtë muaj nuk ka ndodhë. Çdo ditë ditë kja më të nalë, ka 2 motor, familja s'mundet më pregadit, as buk, as kur gjohesh, dhe më honë krejt stagnohet, çdo sen. Kja është e të mërshme. Mas andej kur punolet rryma, a e mbyllni kafen? E mbylli dyqanin edhe shkoj në shpe, do të më nejtë në shpe. Pa rrymë s'mëj punej. E di që prej 9 dhe në 6 nuk vjen, tani prej 6 në mos kam atë punë, edhe do të detyrona më nejtë në shpe, të në kohën. Sa familjar jene? Unë jam 4 fëmijë dhe të 6. Prej që asojna jetoj krejt e moj familjen, paguj rrymë, paguj ujë, krejt gjona që shkoj. A keni kërku përgjigje nga institucionet ose nga komuna, edhe nëse po cila ka qenë përgjigje atyne, apo nuk ju ka ndonë përgjigje fare? Nuk na ka ndonë përgjigje fare, veç të njëna kena punime, jena të punu, në krejt në regu më dhe të punu, po ti nuk mund është më punu në ashtaj njerë në mujtë ose në vetë, po jo çdo ditë të ndite, me dëmëtor pa rrymë, qysh më jetu pa rrymë. Ju si zgjidhje nëse vazhdon kështu e sheni vetëm mergimen? Me emigru? Vallaj, diçka do të më base kja së është zgjidhje. E kena venin shumë të mirë, me tëna të mirat, kja qeveri na shkatrej, me gjithë shka prej që orë kja, kur një të mirë nuk e ka silë këtë vend. Cili është mesazhi juaj për komunën edhe për institucionet? Vallaj, më na boni tarme më të mirë, më na gjonat elementare, më na siguru, rrymen, ujen, çka shkojnë, infrastrukturën, gjonat elementare, mi pas një njëri, një familje, një gjithë shka. Desta me ceksi rrugën të cilën janë të ndërtu urën, këtu kitë urën e shajt, këtu që nga ka përzi ura e shajt, këtu që 2 vjetë, tash peshin e vetë edhe që kanë gjitë këtu mbrojtësit hekrat, këtu tash vjen fshatari pe i Prishtinës, edhe zbret këtu. Mirë po aj nuk ka dalje për më dalë më shkun të shpia vetë në lazën poshtë atje të odlavit. Nuk ka ka hamja mojt. Vjen për atje s'ka ka hamja mojt më dalë në shqitore këni në naltë. Do më onë jemi total blokum në ka do si fshat. Na i kanë qitë hekrat, rruga është 4 trakshe si dalë shkerit mytë. Kështu që, unë i kisha po thirrje Ministrisë Transportit të shqyqen të sen e pak. Se kemi edhe shkollën këtu për mrapa e kemi shkollën. Ta shë në zonësat kur të vinë në shkollë, të lagjes të pashtme.
Unë nuk e di që që kam paramendu këta njerëz këtu kejtë gjithë të shtëpia kësajde. Kemi 150 shtëpi, kemi poshtë, kemi në zonësa. Ka më orë më hinë shkollë ata. Ka më hinë shkollë. Do me thonë në zonësat, duhet me i kalu qito, apo për me kalu, edhe me dollë ka jo pjesa nej. Qashtu, duhet me kalu hekrat më dollë në tonë. Hekrat më dollë në kiton. Tash, jo, vina nene rrëth e kurru dhe se në rrur atje më hi atje. Po burri dhe pe qitujt, dhe këtë në fund mas po këti kena 100 shpina. A ki fëmijë të vogël te, edhe i Unë kishe... personalisht nuk kam fëmijë të vogël. Sa është e rrezikshme? Unë fëmijë të vogël nuk kam personalisht, po unë po flas namën të fshatës si përfaqësues i fshatit po flas. Qitu mund që të vend ku jemi, që tashti na i kemi 3 fëmijë, na i kanë lënë invalid në fshatin ton, kerët të kput rrugën këtu, si s'ka pas kur farsheje. Tash janë orë na kanë mbyll krejt. Kjo është me të vërtet mizeri që s'po muj me kuptue për çfarë arsye janë të i bëu këto sene. Ku është problemi nuk e di. I kanë qitë hekrat, e kanë mbyllë. Kanë mujtë me bo një rreth vogël, për qitu sikur atjen që e kanë bo në Kunëshes me bo një rreth vogël qitu, vijat e komësorit me qitë atje mja bo komësorit venin, më dolë në tonë, kiton, më qarkullu gjinja, jem në bloku kështu, në kanë do fshatin, në kanë do zdi, s'jem të mujtë me kuptu që vallaj, vetë vërtet është keq, më thonë veç armikut, nuk në ka bo së të sene që kanë të bokta. Unë nuk po du me gjykua as këtë qeveri, as atë qeveri, po duhet njerëzit me qitë adekuat, që merren me qitë punë mëre. Letë ku del me kry punën, deputetit ja ke dhonë votën më të përfasu ty në parlament, a i duhet më folë në amentamin. Jo une, se a i duhet e kam dhonë votën për a i më folë atje. Po, shkojnë atje veç i këshyrin interesat e veta personale, qysh me morë na i me dite ma të modhe, na i pare ma të modhe me morë me shti do pare në gjep. Ditën e mirë për popull, a është mirë, a kes, vrani dole që se qesin i ka cikura si vjen kërë më në këshyrë me sy, nuk e di. Kur të shohet ura, pa u shuna herë qone nuk ka, se 2 vjetë u bonë, po nashta hejtë blet në një 2 vjetë e lëshojnë. Që atje e marë në shpecin, ja ka qitë 80 nërë, që apshek 80 nërë e ka qitë. Po a i vjetë 120 nërë kësajde. Qysh më ka lu thmija që tu më dollë në tonë? Ose plaku. Që pe lu thmija në nëmre? Se po kapin gjithmonë thmija thmija. Që plaku për shemë, një pjesëgjener, qysh kësen mi hekra më dollë në tonë? Ose në kiton. Si të vjen ta pucatë, rash për të bëjben besi ka me zhjë. Unë jam Vlora, jam si mdonëse këto në shkollën e Natërezë Vranidodh, jetoj këtu në Vranidodh. Prej klasës parë deri të 5-ën, do me thonë vështërsit prej si ka fillu që kjo rrugë, për nxonësa sidomos qëtash, me këto hekra që i kanë vendosë këto, çdo ditë në zonësat prej kësaj pjesës nënës të poshtë, kanë me kalu rrugën jo po qëto hekrat edhe me shku në shkollë. Unë e kaloj krejt rreth sjellna, se s'ki tjetër mundësi. Aty në rrugë është pak me vështërsi, ju e shihni që është ura tu rregullu, kështu që vështërsitë janë shumë të mëdha. Edhe shpejtësia është tepër e madhe, sidomos kjo rruga që ka dalë këtë pjesën këtu poshtë, është shpejtësia tepër e madhe. E rrezikshme është për fëmijë, sidomos për nxonësa, është edhe për banorë, në përgjithësi për të gjithë, mirë po për nxonësa është shumë. A ka shumë qarkullim të veturave? Shumë. Ka qarkullim aq shumë, unë s'besoj në Kosovë që ka qarkullim atë madh se sot rruga po du jep Prishtinë. Edhe shpejtësia është shumë e madhe. Edhe nxonësat çdo ditë, do me thonë detyrohen për me i kalu këta hekra. Çdo ditë i kalojnë hekrat në këtë rrugë. Ma veç pesheni ju edhe veç, çfarë shpejtësie është, çdo ditë. Vështërsitë janë shumë të mëdha. Edhe rreziku është i madh. Ma veç pesheni edhe jo vetë. Unë e vetë si mëdhon se jam, beso derisa këtu shtëpinë e kam shumë afër, derisa të vjen punë, çtu me kalu rrugën, jes tu prit kush t'ja përparësi, se s'ka as zebra, as s'ka kur farsheje, që është kjo rrugë që duhet me konë e kalushme taman me një shpejtësi ma tolt, se ka numër të madh në zonësave. Edhe krejt shumica e kësaj lagjes poshtë, krejt vinë shkollë këto. Edhe pse tash veç përfundoj viti shkollor, mirë po, vështërsitë janë shumë të mëdha. Edhe nxonësat janë të moshave të vogla, apo jo? Para shkollor, deri në klasën e 9, janë të moshave të vogla. Kam edhe fëmijën e mi, në përgjithësi krejt fëmija e këtij fshati. Vështërsitë janë të mëdha. Fillimisht, si kryetar i fshatit, nëse mund një për më na tregu son nxënës vinë këtë shkollë dhe cilat janë problemet në këtë shkollë? Numri nxënësve sillet diku nga 300 që vinë, se kemi edhe lagjen e Varbazëve që vinë në këtë shkollë këtu.
Qëtu kemi problemin kryesor është bloku kanalizimi. Ku është problemi tash? A që atje shokta, që kjo që ajo, komuna do të më ardhe dhe me ndërnu dhe me kry punën. E vetë. Kjo këtu del nalt, kësajde e pintoka se është vera. Mrena drejtori tha për njët erë e kanalizimit. Pak para një gjysore u takua me ta, edhe pse doa. Mrena për njët era e kanalizimit. Tash e ka lajmëru komunën, ju ka që i mjellë komunës, uj sjellësi i Batlovës ka kërësit ujtë para shkolla atje. I ka lajmëruar drejtori se 2-3 herë, jenë konë tha një herë kanë rregulluar, ka kërësit mas 2-3 ditë prapë i ka lajmëruar mos janë ardhish. Që sa kohë janë këto probleme? Këto probleme, si problemin e kanalizimit, muj me thonë Shlisi është nashta i kom, për minimum i ka. Janë ardhe kanë kësyr, jo s'pegjojnë ajo, mshela e shok, kjo shok, po ti duhet me zjetë edhe me sjellë me kry punën burë, përsa ta vjen. Ujtë, par dje ka kërësit, drejtori ka lajmëruar të honën edhe s'janë ardhe. So ka ndryshu fshati Vranidol ndër vite, ose nga 10 vitet e fundit? E ki fjallën për të mirë, apo të keq. Për të mirë, mujna më thonë që është kanë ndërtu shtëpia të reja, kanë gjallnu njerëzit, kanë punue, po punojnë pa nol heq, dikush merret me bashkë, dikush me kumpira, dikush me grunë, me këso tira. Në të lazën e Vërbëzve kemi atje, nazëm e Vërbëz që ka hapë një fermë të lavëve ka, është një punë e mirë. A ka pos emigrim? Emigrim nuk kemi, jënë dalën Prishtinë me banesa, Fushkëso, mirë po shtu në djeli kemi regullisht tu. Mirë po printet ty në këtu, si zakonisht, plak jenë met. Do më honë për Vranidollit shpërngullit nuk kena, vetëm kena të ardhën një 3-4 familje. Çka i shtyn banorët për me i najt besnik fshatit Vranidol për kundër problemeve që i kene? Na kemi shumë probleme, na i lypëm morëm në 10 probleme, po në fundit i gra me, sy që i ka gra baba jonë në vitet e kalume. Kemi që arat i kemi të millë në Vranidol, thuja se tokë batal shumë pak ka, nuk keti punojnë. Millët gruni kalamoqi, kumpiri, lakna, çdo gjë punohet. Venin e kena ven malor, këto ajrin e kena të pastër musë më Prishtina, para grondim më dhonë banesën se marë, se s'moj mërdun ta. Kur e kam këtu gjelbrimin të në honë, ka të këthej shkryet, gjelbrim, shëret, pse më jetu në Prishtinën atje, kur më jetu këtu. Edhe se kom lartë 12 kilometra, qa kemi punë, për 5 minuta shkujnë a këthejemi qështu. Ambulancën e keni funksionale, a ka? Ambulancën e kemi funksionale në Besin, 2 kilometra për këtu e kemi, është punon ajo, edhe shtunëve dile punon, me një orash ma të shkurtun kuptohet, po më punu funksionon mirë në regullina. Çka e karakterizon fshatin Vranidol që e bën pak ma të veçantë nga fshatrat e tjera nëse e bujmë dallimin? Pa drejtën ta thëmë, na jemi afër Prishtinës, shkollën tashti e kemi 3, vetëm jemi kes edhe një qerë dhe thmive të këshu mujtë me bo dikun, po tash komuna s'po interesant për qerë dhe as ministrisa s'kërkujna heq. Qa qerë dhe një shpit kulturës kemi nevoj, një qerë dhe shkollën e kemi të interesant, njës na dohet Prishtina sen. Kreti kena. Po, qa me bo? Anges mas angese, si merë kush parasysh. Që që kaloni një ditë zakonshme? Po, ditën e zakonisht e kalojna në përfshat qështu, herë dalim kafe që ka, herë punojmë i kemi millurat, tash ku he specit e domatës e këta diune, qështu punojmë ka pak, e qështu. Me qitur nga kanë lodhë, qitur deri sot në e krynë, edhe qitur e kemi pak problemin kryesor, i kemi më ledhë për një nëshkrimi e ndërzume në Ministri Transportit se pare s'mujta harua me cek, i kemi qitë në nëshkrimet, kemi lypë qitu hyrje dalje me pas fshati, kur shkojna për Prishtinë për edhe vetë qysh dohet më këtyje. Që atje, ku e bonë inqizimin një rreth i vogël, edhe për komësor, për banor, edhe për neve më këty për Prishtinë, i kisharë për marak zotit. Mirë bonë, s'po di, ata inxhinierat i kanë, po se di a e në të funksionu ata inxhinierat, s'ka e ka bujna, nuk po di.